Vlora do të shndërrohet në një kantier të madh punësimi dhe shfrytëzimi të potencialeve të saj natyrore. Shefi i qeverisë Berisha e dha deklaratën gjatë takimit elektoral të radhës në qytetin Bregdetar, ku kandidati i Aleancës për qytetarin është Ardian Kollozi. Të nisin betejën e madhe për shtrimin në realitet të Vlorës, kantier të madh punësimi për vlonjatët dhe shqiptarë. Të zgjidhni Vlorën bukuroshen turistikat me zdheu, Vlorën turistike nga derdhje Vjosës te kepi Gjuzës, Vlorën e infrastrukturës më moderne, Vlorën e potencialeve të jashtëzakonshme turistike. Zoti Berisha u bëri thirrje vlonjatëve dhe shqiptarëve në mbar vendin që më 8 maj të vinin vete në piedestale të jepnin vlerë të drejtës së votës. 8 maj nuk është një verdikt për të shkuarën, nuk është një dëshkim për disfaten, është një zgjedhje për të ardhmen. Certifikoni, të valorizoni, të vlerësoni bindjet tuaja se Vlora mund të bëhet një nga qytetet më zhvilluara të Mesdheut, se Shqipëria mund të bëhet një nga vendet e zhvilluara të Europës. Ardian Kollozi ish deputeti i Partisë Demokratike, i cili la mandatin për të garuar në zgjedhjet vendore, përfaqëson koalicionin qeverisës Aleanca për qytetarin, në një qark ku Shpëtim Gjika e Aleancës për të ardhmen kandidon për një mandat të tretë.